Të gjithë shqiptarëve musliman i bëj thirrjeve dijsuse në lidhje me urrëtitjen ndaj islamit në rrjetet sociale. Mos bini prej e provokimeve. Do ju rikujtoj dy ajete kuranore, por më parë ta keni diçka shumë të qartë se kjo është luftë kibernetike. Këto janë agjentura virtuale dhe kibernetike që e kanë punë të caktuar për me fut përçamje dhe urrëtie fetare dhe për të lujtur me ndjenjat e besimtarëve. Si mendoni ju në këto momente kritike për Shqipërinë, kujt i lëvërtis të shkaktoj trazira dhe konflikt shoqëror? Mos harroni, kjo urrëtie nuk është reale, por është virtuale. Po ta vëreni shumica e profileve janë falso, tek tok është ndonjë bodall me IQ minimale. Dhe pikërisht në lidhje me këtë Allahu xhaleshanuhu na ka mësuar duke thënë: ti merr rrugën e tolerancës, urdhëro për mirë dhe mos u merr me ignorantat, ose thënë ndryshe, ignoroj ata. Prandaj jam i mendimit që duhet të shpërfillen komentet e tilla dhe të mos i jepni përgjigje as pak se nuk ja vlen, nuk rrehen shqiptarët prej këtyne. Shqiptarët e kanë vërtetuar me shekuj me radhë se mund të jetojnë muslimanë dhe të krishterë bashkë, e kjo nuk i pengon as pak. Ne i arrit e jetojmë bashkë me të krishterët në vendet tona dhe respektojmë njëri tjetrin. Shqiptarët nuk janë amator, por janë të vjetër në zanatin e bashkëjetesës me fe të ndryshme dhe nuk do të binë në grackën e atyre që i ka mallkuar Zoti. Muslimanët përbojnë pjesën dërmuese të shqiptarisë dhe ata janë gurthemeli e garancia e paqes ndërfetare dhe do të vazhdojnë të jenë të tillë. Musliman edhe të krishterë duhet me bashkëvepru për një vend më të mirë. Si përfundim po ju rikujtoj edhe ajetin ku Allahu xhaleshanuhu thot: Bismillah, la yadurrukum illa adha. Ata nuk mund t'ju dëmtojnë përveç se ju japin shqetësim. Të flasin sa të duan, askush nuk e nal kaderin e Allahut. Prandaj komentet negative që mund vinë në këtë video dhe në çdo video tjetër do i lexoj me relaks, duke pi kafe, duke buzëqesh dhe duke e falendëruar Allahun që më ka udhëzuar. Edhe ju bani ashtu, mos ju anin hyç. Eyvallah.